Montazha në vazhdim i rezervohet temës së javës. Me kënë Zoom është parë do e kuptojmë së bashku tani. Lajmi që Gjesti është arrestuar këtë të mërkurë në Prishtinë bëri bujtë madhe gjithandej. Fituesi i edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania është shoqëruar në polici në ndyshimin për posedim të armës pa leje. Lajmi është konfirmuar për Zoom nga policia e Kosovës. Sipas tyre, arrestimi ka ndodhur rreth orës 15 në rrugën Mehmet Isai në kryeqytet. Rasti po trajtohet nga organet kompetente e pritet që të ketë detaje në vazhdim. Në Zoom do t'ju tregojmë më tutje se sa vite burg e sa euro mund të dënohet artisti për veprat që rëndojnë mbi të. Kjo temë ka ngritur diskutime në publik për pasojat ligjore që mund të përballet artisti. Sipas kodit penal të Republikës së Kosovës, posedimi i paautorizuar i armës konsiderohet vepër penale. Në raste të tilla, ligji parashet gjobë që arrin deri në 7.500 euro ose dënim me burgim deri në 5 vjet. Sipas burimeve të Zoom, thuhet se ai pati përleshje me ish partnerët e tij në biznes Onima. Këta të fundit u përkujdesën për kanalin zyrtar të artistit në YouTube e të njëjtit po i shfrytëzojnë klikimet e tij. Sipas tyre, kontrata nuk respektua nga ana Besart Kelmandi. Megjithatë, praktika gjyqësore në shumë raste, kur arma nuk është përdorur për kryerjen e ndonjë vepre penale, shpesh përfundon me dënime më të lehta, si gjobë ose dënim me kusht. Masa parandalimit prej 40 tetorësh që po e kalon aktualisht artisti është një procedurë standarde hetimore. Pas përfundimit të kësaj periudhe pritet të bëhet e qartë nëse rasti përfundon me gjobë apo do të vazhdojë në një procedurë të rregullt. Paraguar nuk mbeti Gjeneta, e cila përmes Instagramit i tha këto fjalë. Të shumta ishin reagimet e hetët e artistëve të tjerë e mes tyre Zamfina Ismaili ishte ajo që i doli në krah Gjesti. Shumica prej tyre kanë mbajtur anën e artistit nga peja. Në Zoom do t'ju informoj më tutje në lidhje me këtë ngjarje.